Allahun azza wa jalla falendrojmë, salavat dhe selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Vazhdojmë me mësimet e jetës pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku është tema e sotit vendosmëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me fjalën vendosmëri është për qëllim që ai kur i merrte vendimet i kryente me sukses edhe nuk priste jo sodje nesër. Na kemi një fjalë popullore, që është fjalë me vend, punën e sotme mos e lë për nesër. Kjo është qëllimi. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka pas me kry një punë ka kry shpejt. Bile ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka kry punët herët. Zakonisht mas sabajt nuk ka fjet. Edhe kur ka pas ndonjë betejë të ngjashme, i ka kry herët. Njëherë ka pas me bashkëshortet e veta një keq kuptim, po e quaj kështu se është e natyrshme që njerëzit me pas keq kuptime dhe Allahu xhaleshanu ka lënë që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka pas edhe ai keq kuptime të rastit me bashkëshortet e veta. Ulemat i kanë mbledh, merrni këtë dobi sa është e rëndësishme për një jetë bashkëshortore të shëndosh. I kanë mbledh ulemat problemet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me bashkëshortet e tija, i kanë mbledh në libra. Edhe kanë thonë, kanë ardhur në një përfundim që edhe ai ka pas probleme bashkëshortore, por për dallim nga të tjerët, kret librat shkruajnë që të njëjtin problem dy herë nuk e ka trajtu. Është të zgjidh çdo problem me të parën. Ka mujt me ndodhë një problem tjetër, por jo i njëjti jo. I njëjti keq kuptim, i njëjti rast jo dy herë. Pse? E para ky ka qenë person, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i kujdesshëm që ka ditë me mësu, me dhon udhën e marë, orientimin e sakt. Edhe e dyta kanë qenë bashkëshortet e tij, ato të cilat kanë ngu pejgamberin, e kanë ngu. Edhe çështo u kry. S'ka nevojë me përsërit të njëjtin muhabet dy herë. E njerë Allahu xhaleshanu i kalon, ja ka qenë një ajet kuranore, ka zbritë dhe i ka thonë, i ka vënë test në gratë e pejgamberit. Çfarë teste? A doni me jetu me Resulullah sallallahu alaihi wasallam apo mos po doni munda prej tij? Helbete, mos keni në keq kuptim, mos keni në paqartësi, mos jeni pishman. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka shku edhe i ka marrë një ka një, mas i ka zbritë ajeti kuranor, thot nëse jeni pishman, Allahu xhaleshanuhu ja zaventson Resulullahit to bashkëshorte me të tjera, të cilat do t'i bëjë të devotshme, të sjellshme, të edukume etj. Ajet kuranor ka për këtë mesele. Pejgamberi nuk e ka lënë muhabetin për nesër. Jemi të fol punën e sotit mesele për nesër. E ka thirr mas pari Aishën radhiyallahu anha. Edhe ka thonë Aisha, Allahu ju ka lënë në për zgjedhje, me zgjedh. Çka ja Rasulullah? Tha, a doni me jetu me mu, a doni munda? Edhe i tha Aishës, mos u ngut me marrë vendim, mos më kallëzo sot, shko te shtëpia, konsultoha me babën me nën, me Abu Bekrin, qetësoj veten, pastaj vjen më kallëzon nesër, mas nesër, kur do që munesh. Aisha radhiyallahu anha keshi. Tha ja Rasulullah, a me zgjedh me nej me ty, a mu dapi teje, unë po mendon që du të me pyet babën e nanën? Kjo është e pa imagjinueshme. Shkupin thonë babës atë ndambi pejgamberit atë rrimë ta sallallahu alaihi wasallam. Unë tha marrë vendimin në sekond. A ka kush që më ndan prej teje? Pejgamberi
alayhi salatu wasalam, kur I ka thonë shko konsulto me prindrit, na ka dhënë një rregull. Të dashur vëllezër, ju keni akrabat të cilët kanë helbete probleme njëri me tjetrin, burrë, gru. Keni akrabat. Një djalë tagjes, një djalë dajës, një vajzë tezëse, edhe dikush ndodh me ju qelë muhabet, për kështu. Aman, për i zatë Zotit, kur më si thoni kërkuj, e më konë si ti shëmda, që u ndaju. Kollesht mi tha ndaju, ku po jetë një jetë, ku po jesin fmit, fjala jote mundet me bon shumë dam, ti e ki kollaj se veç një fjalë goje ke nxerr. Mas asaj fjale kur gjë. Por ty kur gjë, ti shkon në shpitan apet, aj ose ajo e vun, ta njetën, fmit e vun, një qast që, çka mi thonë? Leja le të konsultohet djali ose vajza me personat të cilve problemi ati djalit ose asaj vajza edhe aty në ju dhamë. Edhe ata e vujnë. Kur ndodhë të djalët të qika jote, falë qaq kollaj. Thuj kollaj, dajo me babën, e ja si thush dajo. Pse? Se edhe ty të prek, edhe ti e vunë nesër. Qka bën? Mundosh dhe në maksimum me gjithë një zgjidhje sa më të mirë. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam Aisha si ka thonë, mos u gut, shko konsulto me prindët e tu. Nga pyetjet të cilat na vijnë në forma të ndryshme, është edhe ajo se hoxho burri kështu. Edhe tash flet shkruan 5 minuta, 10 minuta. Edhe në fund, masi ta lexoj, tham, shko fal me babën edhe me nanën tane. Hoxho, po, mundesh tani zgjidhje me një, shko konsulto me ta një herë mas pari. Me familje. Prandaj Allahu Gjeleshanu kalon që nëse gruja ka problem me burr, burri nuk bën me shku me u konsultu as burri, me njerëz të huj, po me shku me njerëz të familjes gruas. Me bën një zgjidhje me ata të cilët çdo problem, çdo ndamje e çikës tyne, ju dhem edhe atyne, i prek edhe ata, të cilët mundohen deri në maksimum me qetësu situatën, e me zbut. E pejgamberi, kur I ka thonë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, s'kam nevojë me shku më konsultu me prindët e mi, a menet me ty a mu da, unë ty të zgjedhi, nuk zgjedhi ndamjen prej teje. I ka thonë veç, ja Rasulullah, e kam një kërkesë prej teje. A ki mundësi, tha, që të përzgjedhje, mos m'ju kallëzu grave tjera, ortakeve. Mos ndonjëon albete mos po thot, po ndahëm. Zilia e ortakeve. Tha nështë ndonjëon albete, po normal ato asnjëna prej tyne nuk ndanë. Pa. Jemi të fol punën e sotit mësele për nesër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur I ka zbrit ajeti kuranor, që atëherë në akşam ka dhënë urdhën, apo I ka mbledh bashkëshorët e vetë, ka shku secili I ka thonë kështu. Njëjtë ka bën edhe me ata persona të cilët njerë kanë shku edhe pejgamberi ka prit disa burra, I ka prit shumë mirë, o sjell me ta shumë me mikpritje të madhe. Çka kanë bën ata? Kanë shku, kanë dalë prej Medinës edhe kanë zatek çobanin e deveve të shtetit, e kanë marrë, kanë myt, I kanë vjedh devet edhe pejgamberi kur kanë dëgju sallallahu alaihi wasallam nuk ka prit hajt ta kryq çet punë, I kalon gjitha punët edhe është vunë në kërkim të tyne. Nuk është e udhës të dashur vëllezër që për fat keq ne jemi një popull që kemi defekte me
çështjen e dokumentacioneve. Kjo ma e theksume ka qenë përpara. Për ata që se din që në gjenerata të reja, a dina çfarë niveli jemi konë, nashta jo kretë, se nuk përdu me e përgjithsu. Ju djem të rinë nga një. Ka pas raste kur me një katon kanë le për një vjet 70 fëmijë. Edhe si kanë regjistru. Që kanë bo? Njoni kur ka bo një jetë me shku në sherë me regjistru, kretë më hallën e ka regjistru. Edhe i ka bo me një datë bën vaki kretë, që ka di datë ataj. Kur kanë le në korne. Bile ka raste kur emnin e ka pas në ryshe fëmija, aja atje s'ju ka kujtu, ka vun jamën qeter, ose aj personi që ka punu aty, aja u ka vu emnat. Emën tjetër në katon, emën tjetër në letra. Çka do më thonë kjo? Që kjo jemi të folë që punën e sotit zban me lonë për nesër. Për fat keq, po e përmendi edhe një realitet, aman keni kujdes. Allah na falt, Allah na falt, Allah na falt. Na hym kamat pa dije. Qysh? Të dashur vëllezër, kush për juve ka parcela, prona, toka, në mënd vet, mos i leni pa i pagu tatimet në pronë. Se mas një kohë, fillon me ecë kamata. Kamata është për mëkateve të mëdhaja, pa vetdije të e banë. Pse? Se ti e ke neglizhu pejgamberi për thotë sallallahu alaihi wasallam punën e sotit, nuk e kalon Resulullah për nesër, e ka kry me njëherë. Mos i leni zhak gjanat. Shofun e rast e kam kur djali i ri musliman i fal 5 vaktet. Shkon kini punë me ta, bjerë letër njoftimi një kërë me qitë në amën tanë ose kujtë diqka. Ku ta shë letër njoftimit që 8 muj ka dalë afati. Djali i ri, hupç, i hupt, i trullavt, 8 muj se pas kom ditë. Shme se ke ditë? Pse po thëmë djali i ri që i falë 5 vaktet, a dim pse? Qka ka lidhje letër njoftimit i ka dalë afati me 5 vaktin? Se ti 5 herë në ditë e këqyrë saatin, kura dreka, kura i qinia, kura akshami dhe atësia, sabaj, e këqyrë me minuta. Nuk jenë gjendër letër njoftimin njerë në 10 vjetë. Me këqyrë kur i dalë afati. Edhe masane, adin, nuk është problemi i një letër njoftimi, është problemi i një mentalitetit gabum. Mentaliteti gabum. Ne jemi besimtarë. Na interesohemi për gjërat në mënyrë më detajume, cikrimet më të vogla. Kemi rastin tjetër? Kujdesi pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra punën e sotit mos më lën për nesër. Kur është kry betejë e Hendekut, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka fitu këtë betejë, edhe në anën tjetër në Medina ka qenë 2 anë, ka pas kodrina, kodra të thepisura me gur, si thika, po them kështu. Sot janë zhduki, kanë hek ato kodrinat, i kanë rrafshu, s'janë. Mrapa kanë qenë kopshtet e Medinalive, Ebu Bekri ka pas kopshtet veta, dhe më thonë me mure, me hurma, plus kanë qenë edhe Benu Kurejda, fis hebrej, jahudi. Benu Kurejda ka pas marrëveshje me pejgamberin alayhi salatu wassalam, mos me luftu. Dhe më thonë, shpinën pejgamberi ka pas sallallahu alaihi wasallam të sigurt. Ana që ka pas 2 kodra që konë zërë me hyp ata, kanë mujtë ndoshta si individ me hyp, po si ushtrije dhe me kuaje me devesen, s'kanë mujtë. Përpara kanë qelë Hendekun. Benu Kurejda e kanë traftu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe kanë ba marrëveshje me mushrikët, të cilët kanë qenë 10.000 ushtarë. Me e dorëzu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam edhe
ushtrinë e tij. Kanë bërë disa lëvizje, por nuk kanë pas lëvizjet fizike, fjala për leshët fizike, s'kanë pas sukses, por e tash njoni këtu ka ndërhyjë. I ka thonë njoni pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja Rasulullah, am lejon të shkoj unë ti rahatoj këta. Ka thonë pejgamberi çfarë bën? Thot ma le mu. Po në rregull, shka. Shkon te Banu Qurayza dhe i thot atyne, thot mushrikët e Mekës dojnë më ushit juve. Te kush? Te pejgamberi. Kanë marrë vesh. Mushrikët dojnë më ushit. Edhe dojnë më marrë djemë më të mirë juve, më ia dhon pejgamberit alayhi salatu wassalam si ushqimin pjatë. Banu Qurayza jesën, habitën. Shkon njëti person të mushrikët, edhe i thot, Banu Qurayza ju ka tradhtu, është kthy me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kam ia lyp juve. Ka bën marrëveshje me pejgamberin, m'ia lyp juve djemt më të mirë, m'ia dorëzu pejgamberit, sikurse pjata, më dhon ushqimin pjatë. Dy palëve i thot. Çka bëjnë këta? Për më vërtetu mushrikët, shkojnë, i çojnë dy personat e Banu Qurayza, i thonë, për me ditë që keni bën marrëveshje, që se theni marrëveshjen, se na po dyshojmë të ju. Na i bini secili prins i juaj, secilës kabile ka një djalë të vetën, ka një djalë. Në atë kohë ka qenë mbretnit kur kanë lidh marrëveshje, ka ndodhur që mrena marrëveshjes se kanë pas mreti djalin e vet ose çikën e vet me lënë garancion te mbretnia tjetër, që nëse i ndodh diçka ata kanë pengë kanë djalin ose çikën e tij. Edhe ja mysen ose. Mushrikët kanë shku te Banu Qurayza dhe kanë thonë, për me ditë që ju, se theni marrëveshjen me neve, na i bini sa udhëheca jeni, sa familje jeni në kabilin e juaj, 10 familje, 10 djemtri na i bini. Secili prins i kabiles ka një djalë. Opa, tha po na i lypin këta. Tha ja, ju tha na i bini neve. Opa, secili fillun me dyshu. Nëse u prish marrëveshja, si ja dhanë njëri tjetrit, fëmit, u tutën, i hyni frika. Kur ikën mushrikët, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shkojnë në shtëpi, edhe i heki teshat për mula. Mas një lodhjet, erdhë Gjibrili alayhi salam me shpatë në dorë. Të dashur vëllezër, Gjibrili alayhi salam, meleku më i madh. Edhe po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë të bën? Tha po çka të bën? I ke hek teshat e luftës, e ke lëshu shpatën tokë, apo më shetha mu me shpatë hala, apo më shetha trupi jam me pluhur të betejës? Tha po. Unë tha se kom lëshu hala shpatën. Çka? Urdhën tha ki prej Allahit, veshje teshat se kem punë. Çka? Këta që na tradhtun, që tradhtun ty. Ky fisi Banu Qurayza, i hebrejve, me shku tha du të më marrë me ta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk priti për nesër. Pra jemi të folë ata që po vjen me vonesë, punën e sot me mos e le për nesër. Qohet muslimani në orat 8 me fal sabajin. Njëherë mund me të bën vaki, edhe 2. Që 3 vjet me fal sabajin në orat 8, s'po më dal xhume. Me pas për një me të dal xhume. I tha xhamatit sahabëve, ju tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, askush mos ta fali ikindin vetëse te Banu Qurayza, te ky fis. Sahabët u nisën me të shpejt me shku me rrethu fisin. Edhe i nxoj namazi që nis në gjustudhës. Sahabët u ndanë në 2 mendime. A me falë në gjustudhës i qenin, se ka një vakti. A me lonë mas i qkojnë atje. Nëse e lonë mas i qkojnë atje, për i del koha i qenis, për i del vakti. Do thanë vëllaj na kena mu falë qëtu në udhë, se pejgamberi nuk ka pas për qëllim me thonë lënë namazin, por ka pas për qëllim sa ma shpejt, ngani, e falën gjustudhës. Do tjerë,
nuk e falen aty. Masi shkun atje te ajo kabilia. Po kur shkun atje veç hini akshami. Ama ata falen që atëherë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam mas tyne ishte kur mrine, i thanë ja Resulullah, do e kena fali qenin, e do se kena fal, tek masi. Tha, cële ke mirë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i tha as kujt as gja. Shujti, që ulemat kanë thonë, mrena fes ka mesele, çështje, të cilat ka ma shumë se një mendim. Ma shumë se një mendim. Edhe bën me u bën edhe kështu, bën me u bën edhe ashtu. Andaj aty ku Allahu nuk e ka shtrëngu, mos e shtrëngo. Pa aty ku se ka liru, mos e lira. Gjëja në të cilat nuk ka tolerim, të dashur vëllezër, është monoteizmi. Keni kujdes, besimi në Zot, hakikat. S'ka tolerim. Mos gabo për Zot Zotit, nëse keni problem. Djali s'u po gjenuse. I ka bë 30 vjet. Djali ku me që e let sillet të filan vorri. La ilaha illallah. Kjo s'tolerohet. Kjo s'tolerohet. A musil ka djata, ka majta, tash kjo një problem. Nusja s'po bën fëmijë, që e të baba i merë, let flaja aty në varr, a keni parasysh vorri, me shku nusja me ranë varr. Çto me vu kryt ftyrën me vu veshin te vorri. Edhe me zonë gjumi. Se din ti këta. Ku ta zë gjumi si tani e rak djepin atje poshtë, baba i merë për kun. Ka me bon fëmijë. Si mos tani s'ka me bon fëmijë. Me bon me mikput të sa në video bon të histori. A ka mundësi me zonë, por nuk se 3-4 saat në varë. Ku bezë gjumi të shkretë në varë, e do me dal meq. Vallaj nuk e zus, s'kem që me bon më pak. La ilaha illallah, mas vllazni. Monoteizëm nuk ka tolerim. Një edhe në veprat praktike në namaz. Me thonë s'pe fali 5 vaktin nuk ka tolerim. Ta gjërimi ka tolerim. Je i smut, e zavendësën. Je me të lashe, ja bën dy qësht tjetër, ka alternativa, bedin. S'linët asaj, ama ka alternativa. Praktikisht, namazin nuk ka tolerim. Teorikisht, monoteizmi nuk ka tolerim. Tjerat, mesele tjera mundemi me gjithë gjut për bashkët. Mujna me bo alternativë. Mrena halalit. Edhe shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me ta, edhe nuk i tha asnjëonit, e ki mirë, ki keq, edhe ata i vendosi domethënë para gjyqit, i vendosi para ligjit. Pra, ishmi të fol për vendosmërinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sidomos ju që jeni zot të shtëpisë, ju të cilët keni përgjegjësi, keni kujdes, kryeni përgjegjësitë e juaja, mos i lëni punët për nesër. Shko, nxerrë biletën kur ki me nxerr. Shko në aeroport para vaktit. Dja për rimin i vlla, inshallah sa këtu me mni. Për 3 minuta i ka aeroplani, ka pagu 460 euro bilet tjetër. Më mirë çka bën ti që shkove me vakt. Vallahi se di u Alisa. La ilaha illallah. Muslimani nuk i bën këto sa në shkollë valla më herët. Miki vallai çenia, çish bëti ki çenia, çu ty kesh me do shok këtu pi kafe, çish bëti ki çenia, namazi me ti këtu pi kafe. Mos i lë punët, mos i xhaga. Fakturat paguni vllazni. Mos e kvuti rrymë, po e kvut. Kur po te interneti aty syt i bëjmë palesa pse pa internet son rrim. Rrini gati sanave, sidomos krye familjarët. Mos e lëni punë për asgjë. E ka një fëmijë një telash, e ka nevojë për një operacion, mos e lëni zhak sanët. Kryeni me kohë. Kjo është tema domthon ku pejgamberi ka net gati punëve me kohën e vet. Allah na përmirësoft dhe na falt, edhe na uzoft. Kemë një